Partia Demokratike i kërkon qeverisë shpjegime dhe reagim të skandalit në Ministrinë e Mjedisit, ku i biri tenderonte atit $1.2 milion. Zëdhënësia e Selis Blu tha se mazhoranca e ka kthyer papagallin në institucion, ndërsa paralajmëroi se oligarkia e milionave do të ndalet. Fakti është se forma e korrupsionit që kanë instaluar Edi Rama dhe Ilir Meta është e denjë për rekord Guinness. $1.2 milion që i biri, shefi madh tek Ministria e Mjedisit, i atenderon të atit të tij, që ka kompani fidanësh. Ky është fakti. Ja tek është dokumentuar tek buletini zyrtar. Papagalli është kthyer në institucion, i njëjti refren. Asnjë përgjegjësi për këtë akt skandaloz, vetëm tymnaj politike, por publiku nuk çoroditet nga kjo. Fakti mbetet. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Ministrisë së Mjedisit. Ministria thotë se subjekti Alp Garden nuk ka fituar asnjë nga tenderat organizuar nga Ministria e Mjedisit si autoritet kontraktor. Ministria thotë se është angazhuar për të frenuar çdo kaos mjedisor, çdo shfrytëzim ilegal i lumenjve e furrave të gëlqeres, po punohet me ritme të shpejta për të rehabilituar dëmet e jashtëzakonshme të bëra ndaj Mjedisit, përfundon deklaratën për mediat ministria.